bëhet takime dhe propozime për marrëveshje politike. Më mirë është vonë se sa më vonë apo hiç. Dhe janë veprime pajtohen plotësisht me Shqipën, që janë veprime normale në një demokraci të shëndosh, ku oponentët politike i bëjnë propozime, ftesa për marrëveshjes, dhe kjo tregon, mendoj që tregon një qasje pak më ndryshe dhe tregon realitetin, sepse besoj që edhe vetëvendosja ka menduar që i ka votat. Besoj që shumica dhe mbi neve kemi menduar që mund të krijojë. Ka menduar që i bën se që i ka nuk e ka di. Nuk e ka, po, me pas 48 deputet, 42.sa% nuk është e vështirë, ose nuk ishte dashur të ishte e vështirë përveç 2021 kur i fituan 51%, mendoj që asnjëherë në historinë e Kosovës nuk ka pas kaq përqindje të madhe të votave. Dhe është menduar që nuk do të jetë problem. Tani problemi është real, në 8-9 seancat jo problemi real, po ka sfidë në sigurimin e votave dhe në këtë drejtim ka reflektu. Është mirë që ka reflektu, mendoj që duhen partitë politike të vendosin, ose nëse dojnë me hinë koalicion, ose nëse duhet të lajnë të rrjedhin afatet të kushtetuese në mënyrë që të provohet i pari, i dyti dhe nëse eventualisht asnjëra heq të shkohet në zgjedhje, sepse kështu është keq për mos krijimi, konsolidimi i institucioneve të Kosovës. Na si një shtet i ri, një demokraci e re, kemi nevojë të kemi institucione stabile dhe na duhet sa më shpejt të kemi një gjë të tillë, sepse nga praktika 5-6 muaj para votimeve po fillon një farë fushate, pastaj po zgjat shumë edhe pas zgjedhjeve. Zgjedhjet janë zgjidhje, pra po sidoqoftë kjo po krijon një farë zbrastire të mëdha në funksionimin e institucioneve të Kosovës dhe kemi kritika të mëdha ndaj administratës, po kur është gjatë kësaj faze është ka edhe më shumë mos punë, ka më shumë mos përgjegjësi. Jo veç ato, po dhe institucione tjera që nuk janë qeveritare, nuk kanë një mekanizëm që mund me konsultua, po një mekanizëm mbikëqyrës e kështu me radhë, nuk është mirë për demokracinë që jemi na që të jemi pa institucione. Shpresojmë sa më shpejt të kemi institucione. Pendina, po shoh që ende nuk ka një përgjigje të Abdigjikut ndaj letrës së Kurtit. Si mendoni ju si duhet përgjigjet Abdigjikut ndaj kësaj letre? A duhet të shkojnë në takim dhe a duhet të thotë po një koalicioni me vetëvendosje? Besoj se Abdigjiku duhet t'i konsultoj natyrisht edhe organet tjera të partisë para se të jap një përgjigje definitive. Unë i shoh dy mundësi apo dy zgjidhje se si mund të shkohet përpara në krijimin e institucioneve dhe siç do të kishte thënë zotri Aziri, kryeministri dhe presidenti ka lënë përmes zyrës LDK-s, dhe besoj tashmë do i vërtetohet kjo parashikimi i tij apo thënia e tij. Unë mendoj se LDK-ja do duhet i thonte po qeverisë me disa koalicionin me vetëvendosjen me disa kushte. E para që ta drejtonte qeverinë. Nëse Kurti dëshiron të krijojë të procedojë me krijimin e institucioneve, ai duhet t'ja lë pozitën e kryeministrit LDK-s. Ose që i dyti ta marrë pozitën e kryeministrit Pandina? Nuk është hera e parë në të kaluarën, LDK-ja me 46% ja ka dhënë kryeministrin. Treti në fakt. Ja ka dhënë kryeministrin edhe atë kohë AK-s, një herë PDK-s, mandej edhe AK-s. Kështu që